With its strategic positioning at the confluence of the Adriatic and Ionian Seas, the southern Albanian city of Vlora has evolved into a major seaport and centre of fishing and agriculture. Hosting regular ferry connections between Italy and its shores, Vlora is now a commercial and tourist gateway. But the city of Vlora is also at a crossroads in its economic development. A key challenge in meeting this transition is first the addressing of a hindering domestic energy crisis. Since the start of the electricity crisis in 2000, the country has faced daily blackouts. Zakonisht, çdo ditë është e njëjta gjë. Nga mëngjesi, nga ora 9 deri në orën 4 është një ndërprerje totale e dritave. Nuk ka, drita gjatë gjithë ditës. Ne punojmë, jemi, duke u pajisur me gjenerator, gjë që sjell, ulje të kostës së fitimit, pasi ne nuk mundemi, që të arrijmë të krijojmë një klientel stabil, pasi klientët tanë, nuk mund ta paguajnë çmimin që ne vendosim në sajt e gjeneratorit. Dhe është shumë i shtrenjtë, shpenzojmë shumë benzin, dhe është, e shtrenjtë për çdo dyqan, për çdo biznes që të mbajë një gjenerator. Por duhet të punojmë dhe është një gjë që ne na duhet, sepse s'mund të mbajmë bizneset tona nëse s'do të krijojmë këto kushte. Klienti, kërkon kushte, kërkon mirëqenie që të punojmë. Kjo është Shqipëria, ky është realiteti tani. Këto janë gjëra që pak a shumë të gjithë i dimë, sepse ne kemi goxha rënie pune, sepse ky është një orar që duhet kisha shumë klientel, por klientela zgjedh oraret kur vin drita, sepse s'mund të paguajë gjeneratori. In 2003, the Albanian government approved a site for the construction of a 550-hectare energy park, located just 6 kilometers north of the Vlora city centre. In August 2007, the Albanian Electrical Energy Corporation started construction on one aspect of the park, a 97-megawatt thermo power plant. A month later, construction began on the hydrocarbon storage terminal by an Italian investor, La Petrolifera Italo-Rumena. A majority of the €110 million plant is financed by international financial institutions, including the World Bank, the European Investment Bank, and the European Bank for Reconstruction and Development. Currently, the terminal's investor is seeking €15 million in financial support from the European Bank for Reconstruction and Development. But this construction has met with strong opposition from local citizens. Aleanca Qytetare për Mbrojtjen e Lirit Vlorës ishte një iniciative qendrës së zhvillimit të shoqërisë civile, e cila prej kohësh po shikonte se në zhvillimin e zonës kishte një kontradikt të madhe. Nga njëri krah kishim strategjinë e zhvillimit ekonomik dhe social të miratuar nga qeveria shqiptare, e cila e përcaktonte zonën si një zonë të zhvillimit të turizmit. Por nga krahu tjetër, në praktik, vendimet po merreshin për të ngritur këtu një park të madh energjetik mbi bazën e naftës dhe të gazit, i cili përfshinte 560 hektar, kryesisht në zonën e mbrojtur të pyllit dhe të lagunës. Ne atëherë si Aleancë tham që në gjirin e Vlorës nuk do të ndërtohet as TEC, as Petrolifera e as Ambo. Desha të di se ç'thoni ju, do ndërtohet TEC? Do ndërtohet Petrolifera? Po Ambo do ndërtohet? Falenderit, jeni shumë të mirë.
Well, I don't know any place that there is a thermal power plant somewhere and in the same time there is a touristic area. These kind of two industries are not going to be married together. Never has been like that and never is going to be like that. They are so far from each other. So we have to choose in our country. Are we going to set up the oil industry in this area or tourism industry? Kryetimi sotëm I thot politikës, qytetaria vlonjate është më mençur si ju. Ajo vendos për Vlorën, është Vlora turistike. Ju ftoj që të gjithë së bashku të prohorasin një qast për Vlorën turistike. Vlora turistike, Vlora turistike, Vlora turistike, Vlora turistike, Vlora turistike, Vlora turistike, Vlora turistike. Kjo është kënga më e bukur që ky qytet ka dëgjuar ndonjëherë. Ju falenderit. With its rugged coastline, lengthy beaches and historic cultural attractions, Vlora is a popular tourist destination, drawing crowds from across Albania and abroad. Io vengo abbastanza frequentemente, è un paese che a me piace molto, come persone e come paesaggio, come natura. Le infrastrutture sono ancora un attimino indietro rispetto a quello che siamo abituati, l'acqua, rispetto a quello che siamo abituati noi in Italia e in Europa, però ci si adegua all'ambiente e si accetta tutto pur di stare in posti nuovi come questi. D'altronde è un paese povero e ha bisogno di certe infrastrutture. L'esperienza per poterlo costruire in modo ecologicamente compatibile penso che ci siano, volendolo fare, senza distruggere l'ambiente. Tourism is generating a boom in the construction of hotels, summer residences and recreational areas. But local business owners are worried that energy park construction will have a negative impact on economic development in Vlora. An informal group of business owners has engaged the municipality and central government in working towards sound alternatives. Opinioni im për ndërtimin e tecit dhe petroliferës të qytetit në Vlorës, besoj të përfaqësoj dhe opinionin e gjithë kolegëve të mi, të cilët të zhvillojnë aktivitet privat në këtë qytet, është në kundërshtim me strategjinë e zhvillimit të këtij qyteti, I cili është profiluar qartë si që është një strategji që ka të bëjë më tepër me zhvillimin e turizmit, bilet të turizmit elitar dhe as pak nuk shkon për shtat që të jetë që kryet pra ky aktivitet në të njëjtën kohë në ndërtimin e këtyre objekteve që ju përmend pak më parë të tecit të petroliferës. Mendoj që nuk është ndërtimi I tyre ai që intereson qytetit të Vlorës, qytetarëve të tij, por është zhvillimi I turizmit si një destinacion mjaft I qartë për këtë zonë. The location for the construction of the power plant, Triporti Beach, has long been a popular retreat for locals and Albanians from neighbouring communities. In the summer, the beach hosts several hundred tourists. Triporti është një plazh shumë I mirë dhe më pëlqen të bëj plazh atje sepse nuk ka shumë ndërtime. Nëse aty do të ndërtoheshin, plazhi do të ndotej dhe kështu që është plazhi më I pastër se këtu në Vlorë. Jo, unë e dua Vlorën turistike. Dua të jetë një qytet I pastër si gjithë qytetet e vëndit. Po Vlora ka një klimë shumë të mirë. Nëse do të bëhej teci, Vlora mendoj se nuk do të kishte më këtë klimë dhe shumë të rinj do të detyroheshin që të emigrojnë në vendet e botës. Two kilometers from the northern border of the thermal power plant is the Nata Lagoon. The lagoon is a wetland
rich in biological diversity and a habitat to protected animals and rare birds. The picturesque fishing community of Zveranets is situated within the boundaries of the lagoon. Villagers here are also worried about energy park construction and its impact in their community. Për tecin që mos bëhet aty, në prishjen e plazhit, se është plazhi më I mirë që ekziston në Shqipëri, që nga Vlora deri në Shëngjin të Lezhës, komplet Bregdeti është I pastër. Edhe s'duhet të derën të bëhen në Bregdet, bota I bën I rregullon Bregdetet I bën turizm, për atë vuajmë dhe ne. Por këtu është kundërta. Turizmi. Është kundër. Ne s'jemi kundra industrisë ose të gjitha, por jo të prishi turizmin edhe të bëj industrinë e rëndë, që ka dëmtim edhe në popullat. Po që se kishte ndërmend shteti që të bënte një industri, ka kaq vende për të bërë industri. Sa Shqipëria, domethënë, të vi gjithë industria e botës, por jo në buzë të detit. Shkon jashtë tani vetëm ajo që ngelet, domethënë është që unë nuk e di nëse do mundet të kthehet ajo që ka filluar dhe është diçka e pabesueshme, por të paktën dhe në qoftë se u ndërtua, domethënë të gjitha vendet e botës apo banka botërore që ka investuar për këtë gjë, më thënë për këto tece për petrolifera dhe njërën tjetër, duhet të ketë një kontroll shumë të rept. Vetëm kjo domethënë mundet të paktën të eliminoj disa nga gjërat e këqija që mund të krijojë teci ose petrolifera apo njërën tjetër. Aty është që të paktën, domethënë shteti ose banka botërore vërtet mund të ketë financuar këtë projekt, por të mundet të ndaloj, domethënë shkatërimin e turizmit, se nuk është problemi për të vinë, po që për të financuar një projekt edhe që të jep të shikoj të mirën e vendit ose të mirën e Vlorës apo të mirën e Shqipërisë, shumë thjesht mund ta bënte gjithë të Bregdet një parajs që të mundeshte çdo turist të mundeshte të frekuenconte. To maintain its environmental uniqueness, the Nata Lagoon communicates with the nearby sea through a narrow channel. However, this link could prove fatal in the event of mishaps at the energy park. Not only do environmentalists fear that the energy projects could degrade the lagoon by cooling water discharge or oil spills, but citizens also worry about the impacts to the local fishing industry, an integral aspect of Vlora's economy. Faktor negativ të cilët të ndikojnë direkt. Shterimi I gazrave nga teci, ku mesa jam informuar vetëm CO2 që shlirohet në masën rreth 530 ton në vit. Dhe ngroja e ujit të detit në +2 gradë si rezultat I ftohjes së ngrojes nga marrjes ujit për ftoje dhe ngrojes ujit, shkarkimi në det, dy këta faktor janë mjaft negativ në zonën e lagunës së Nartës, qoftë për florën dhe faunën të kësaj zone, por edhe për vetë zhvillimin e të ekoturizmit që mendohet të bëhet në këtë zonë, sipas studimit urbanistik të bërë nga Këshilli I Qarkut dhe do të miratohet nga Kryetarët e Republikës. Impact on the fishing is clear because the lagoon is only 70-100 meters far from the power plant. So the impact will be negative for sure in the lagoon, also in the seashore because of the exchange of water with that is needed for cooling in the power plant, because of transport of the ships and all the other aspects that already are known all over the world, even in the countries with very modern technologies. There is not possible to avoid oil pollution. Linjën dalanin që ka kanalin me lidhje me detin, me kënetën me detin. Edhe vinte
ajo e asaj që derdheshin ujërat e Norgës, edhe gjenim peshk të ngordhur shumë. Edhe bën dhe problem në shoqatën e peshkimit. Kemi bërë probleme, kemi shkëputur. Shoqata e të dy dalamet janë kryetari shoqatës e kam unë. Çfarë kanë dërguar? Vendin ata të asaj të Bashkisë Vlorës edhe kështu, ne ishim kundra kësaj. Edhe ne bëm problem kanalin. Just south of Vanata Lagoon and the site of the thermal power plant is the location for the Petrolifera hydrocarbons terminal. From the onset, the project received political backing and generous incentives from the Albanian government. In addition to friendly tax regimes, the Italian investor received the project concession for a symbolic price. 30 years after the terminal's operation, the land will then become property of the investor. Termat e koncesionit parashikojnë shitjen e 183.000 metrave katror përveç detit me vetëm €1.